Territori shqiptar për datën 20 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të shumta dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe intervale të shkurtra pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë: Shkodër 12 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 10 deri në 19 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 12 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 21 gradë Celsius, Berat 11 deri në 20 gradë Celsius, Korç 4 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 9 deri në 19 gradë Celsius, Sarandë 12 deri në 20 gradë Celsius.